Mbaj mend kur isha me bashortën time të sapo ardhur në Kish dhe ne ishim të martuar për shumë vitesh dhe kishim atë dëshirë që të kishim trashëgimtarët tanë, fëmijët tanë. Dhe nuk arritëm në asnjë mënyrë, ju drejtuam mjekëve dhe të dy u deklaruam si steril nga mjekët, nuk arrinim do të kishim fëmijët tanë. Kur erdhëm në Kish, Zoti me profecinë e tij perfekte na foli dhe na tha që të mos shqetësoheshim se ai që kishte fjalën e fundit do të ishte ai, që ne patjetër që do kishim trashëgimtarët tanë. Do të na duhet të jetonim disa momente të vështira, por ai do të shfaqej dhe do na jepte triumfin dhe fitoren. Dhe ndodhi kështu që në 2 vitet në vazhdim, bashortja ime pati 2 shtatzani dhe të dyja dështuan. Ishin momente shumë të vështira për ne. Por u mbajtëm fort në fjalën e Zotit dhe në vitin e 3 ajo mbeti përsëri shtatzan dhe kishte të njëjtat simptoma si ato të 2 shtatzanive të shkuara keq. Por teksa ju drejtuam mjekëve, surpriza për mjekët ishte shumë e madhe, sepse ajo ishte shtatzan, kishte disa simptoma që kishin nevojë për pushim, dhe ashtu si Zoti e premtoi na dha atë vajzë, me të cilën e lumturojmë kaq shumë sot, që tani është maxhorene, dhe ka qenë një bekim për jetën tonë, dhe këtë e dëshmoj për nder, për lëvdim dhe adhurim të Zotit tonë qiellor. Dëshmoj për nder dhe lavdi të Zotit se nëna ime, mama ime 10 vjet më parë, vuajti nga një kancer shumë agresiv, ku humbi 5 organe. Zoti në profecinë e tij të shenjtë na tha se ai do t'i shpëtonte jetën. Sot, vëllezër dhe motra, dëshmoj se Zoti bëri një mrekulli tek ajo, sepse pavarësisht se ajo nuk ka 5 organe, ajo gëzon shëndet të plotë dhe i shërben Zotit në Kish. Kur do ta operonin, vëllezër dhe motra, ne nuk kishim para, dhe Zoti dërgoi një angel dhe na dha një çek dhe unë nuk e kuptova në atë moment se çfarë ishte. Megjithatë, Zoti më tha në profeci, të kam dhënë parat për operacionin e mamas tënde. Unë shkova në bank dhe i tërhoqa parat. Në bank pasi mora parat, për siguri, policia më shoqëroi për në spital bashkë me shumën e parave. Nënën time e operuan dhe pas 3 ditësh ajo doli nga spitali në një gjendje shumë të mirë. I jap nderin dhe lavdin Zotit për mirësitë e tij. Zoti në profecinë e tij të shenjtë rreth 6 vjet më parë më tha se do të kaloja në spital. Dhe kështu ishte. Në vitin 2018 u diagnostifikova me epilepsi. Ishte pak e vështirë, por gjithmonë duke besuar në premtimet e Zotit. Ai më tha të mos shqetësohesha, dhe do të ishte me mua dhe të ishte forca ime. Rreth 2 vjet më parë, ose më shumë, Zoti më tha se do kthehesha në spital, dhe kështu ndodhi. Atëherë mjekët më sugjeruan që të bëja një operacion në kokë, sepse një pjesë e lobit të djathtë temporal të trurit kishte një keqformim, i cili ishte aty ku fillonin krizat epileptike. Dhe panë se kishte një probabilitet 85% se po të ma hiqnin, krizat do të largoheshin dhe do të kisha një jetë normale. Padyshim që të gjitha këto ja vura në dorë të Zotit dhe Zoti konfirmoi kirurgjinë dhe më 6 maj 2024 kalova një operacion dhe pas operacionit pash dorën e Zotit të shtrirë mbi mua dhe pash mëshirën e tij, e ndjeva dhe e jetova. Mjekët u befasuan kur panë rezultatin e operacionit, që pas 5 orë pas operacionit ata panë që çdo gjë ishte perfekte dhe ishte arritur objektivi i operacionit. Unë kisha marrë veten dhe kjo ishte e mrekullueshme dhe Zoti bëri në jetën time një mrekulli, më shëroi dhe tani kam një jetë shumë të mirë. Unë kam bërë kontrolle të shumta dhe mjekët thonë se janë të habitur, sepse më thonë që dukem shumë mirë dhe unë jap lavdin dhe nderin Zotit, sepse ishte një premtim që ai më kishte bërë se do të më shëronte dhe Zoti e bëri. Ai e mbajti fjalën e dhënë më 6 maj dhe këtë e dëshmoj për t'i dhënë nderin dhe lavdin Zotit tonë.